Po ata ju mbështesnin? Po, kishin dashëmjetësi. Pavarësisht se ndoshta Fred Ragami ka qenë fije më serioz. Po, më serioz, por sigurisht na kanë përkrah. Ndeshjen debutuese me Fanellën Shkodrane, cila ka qenë? Historia e debutueses ka qenë pak e vështirë, por shumë domethënëse dhe më ka dhënë një ego të jashtëzakonshme që unë o ishe për atë punë ose ishe për atë punë, se me të thënë drejtën mra meshja parë me Sefedin Brahun që ishte i jashtëzakonshme me atë shpejtësi që kishte të llahtarshme për mua. E ju duhet ta markoni. Dhe unë duhet ta markoja që nuk më la mua tepër se sa 20 minuta dinxheka se e pavi që unë nuk ishe në ditën time. Ishte 18 vjeç. 18 vjeç, hera parë, neshja parë, me atë person që unë pash vetëm shtaten edhe i fije la poshtë që ishte me i fjalë për ballë fytyrës, se gjatë jetës s'kam pa. Me dha një farë egot ma tepër me fjalë, a thu jam për këtë punë, as jam për këtë punë. Dhe në fakt nuk zgjati shumë pritje, pasi vitin e dytë arritet që të shpalleshe direkt e kampion me Vllaznin. U bana edhe një lojtar i formacionit pothuajse i pa diskutueshëm, nuk kam qenë asnjëherë rezervë. Dhe aja ishte kënaqësia jeme dhe thoshëm i fjalë, a thu jam ai i vërtetë që unë duhet los futboll dhe jam si më të thonë i preferumi i trajnerit ose i skuadrës, po ata gjithë me përkrahshme fjalë. Se kam pas Serdedin, kam pas shumë të tjerë me fjalë që më kanë përkrahur dhe më kanë dashur. Dhe jam shumë mirë njohës dhe sigurisht që ndoshta kam arritur aty edhe me anë të tyre. Krahas suksesit me Vllaznin, nga ana tjetër ju po kornit sukses të jashtëzakonshëm edhe me shpresat e kombëtares, pasi ka qenë ai viti që dolëm mes 8 më të mirave, apo jo, eliminuam Austrinë, që ishte një ndeshje spektakolare, Turqinë, Gjermaninë. Dhe ka një histori shumë bukur tek fusha e Vojokushit. Ishte edhe strategjia e trajnerit, me fjalë është diçka monolog që ka qenë Zan Ragami është e jashtëzakonshme, sepse ne ishim këtu te sot është Loro Buriqi dhe kishim ndeshje me Gjerman dhe një ditë përpara ai na tha duhet him stadium se duhet ta shohim stadiumin dhe ajo ishte mos më thon skandal. Dhe ai duhet mi bë më tepër skandal që sepse Gjermanët ishin përballë. Ajo ishte vështirësia aty, jo mrekullia jon, por ne ishim mësuar me ato kondita. Dhe na futi mbrapa aty dhe tha ta shkelni gjithë stadiumin me fjalë që ta shohim me fjalë, ta dina se çfarë take është dona, edhe e kishte mendje tjetër. Ai kishte mendje që ndoshta më i prish edhe më tepër. Dhe kjo ishte ajo mbrapa na e mendojmë me fjalë, sot e mendojmë çfarë monologut ka qenë me fjalë. Edhe ishte jashtëzakonshme. Ktu u do me 1-1 dhe atje shku me përsëri 1-1 dhe eliminu me Gjermaninë, se nuk ka qenë vogël atëherë. Se kanë qenë edhe vllai Romenikës edhe shumë lojtarë që kanë luajtur atëherë. Legjendat futbollit gjerman. Ja dolme edhe diçka kryvepër. Ata kur erdhën këtu, çfarë reagimi patën? Ata thonë në fush patatesh. Dhe ishte jashtëzakonshme. Na qeshim në tonën, po ta kanë qenë konditat tona, s'kan qenë sot është e jashtëzakonshme me lujtë me fjalë, është kënaqësi për me lujtë edhe kur e shoh me fjalë ka herë më hajnë kamp me lujtë, por e kanë këta shansin me lujtë edhe pse jo që erdhi kjo kohë. Cila ka qenë ndeshja më emocionuese me Belgjikën, me Gjermaninë, me Austrinë, me Turqinë? Emocionuese është gjithmonë Gjermani ose anglezi. Ka emrin më të madh. Por më e bukur ajo në me fjalë asaj gjenerat ka qenë kundër Belgjikës 2-0 që ata shkuan në katërshet botrorit. Ajo Belgjikë që ne rroh me 2-0. Dhe kjo ishte ajo që na ka met fija asaj gjenerat të bukur që mund t'i themi. Rezultati ma pozitiv. Unë kam bërë 2 gole se s'kena bërë dhe shumë i fjallë se na kena edhe mbrojtësa dhe janë... Me rëndësi shumë të madhe. Më i rëndësishëm është i Gjermanit, por nuk ka kenë i pa bukur dhe i Çekis. Jo vetëm i rëndësishëm me Gjermaninë, por dhe shumë i bukur. I bukur. E kishit menduar që mund të shkonte topi ashtu? Ja, ne mund ta mendojmë i fjalë, mësa ne është edhe ajo e bukura ose edhe momenti ose ajo në një herë se edhe kama nuk është ai kanari si që quajmë nga një herë aty du me qu edhe aty shkon. Por ishte bon, edhe në stërvitje ndoshta ndonjëherë ishte bon që si ta gjujmë si ashtu, dhe sigurisht me Sulde Mollajn jam marrë vesh edhe ajo ishte ai kombinimi i momentit dhe kur kurorizohet me sukses është ajo bukuria e çdo gjë që e myll.